Banorët e një fshati në jug të Parisit janë rikthyer për të parë dëmet e shkaktuara nga një zjarr i madh që përfshiu zonën gjatë natës. Flakët, të favorizuara nga erat e nxehta, përpinë mbi 8 km2 sipërfaqe, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin e menjëhershëm të banorëve. Një prej tyre rrëfen se zjarri u përhap me shpejtësi të frikshme. Një tjetër banor tregon se askush nuk e priste një situatë të tillë. Sipas autoriteteve franceze, zjarri shpërtheu pranë autostradës A6 në zonën Fontainebleau, e njohur për pallatin historik mbretëror, një nga monumentet më të famshme të Francës. Për shkak të flakëve, autostrada që lidh Parisin me Lyonin dhe jugun e vendit u mbyll përkohësisht, ndërsa disa vatra të tjera zjarri ndërpren edhe qarkullimin e trenave të shpejtësisë së lartë. Shërbimi zjarrfikës francez ka bërë të ditur se operacioni për shuarin e zjarrit vazhdon edhe gjatë ditës së hënë. Autoritetet kanë paralajmëruar banorët se avionët zjarrfikës kanader do të furnizohen me ujë nga lumi Sena, që përshkon qendrën e Parisit, në përpjekje për të vënë nën kontroll flakët dhe për të shmangur përhapjen e tyre në zona të tjera të banuara.